Frigohu ndunjo deri sa ta arrish garancionin e Allahut në ahiret. Sa janë frika ta njerëz? Para mendon e Omer ibn Khattabi. Omeri thot Abdullah ibn Mesudi thonte s'ka pas burr më i madh se Omeri. Thonte prej atë ditë që e ka pranu Omeri Islamin, nuk ka pas mundësi një mushrik me prek një musliman. Prej atë ditë që e ka pranu Omeri. Prej atë ditë që e ka pranu Omer ibn Khattabi thot Islamin, s'ka pas guxim, s'ka pas burr mushrik e ka torturu një musliman. Abdullah ibn Mesudi thot. Te pejgamberi Allahut i thëki ja Omer, nuk e hecti një rrugë vetëm shejtani e ndron udhën. Edhe shejtani ikë pe Omerit. Pe Omerit iksh. Para mendojnë kohën e Omerit, Omer ibn Khattabi, radiallahu anhu, dy perandori, super fuqi i pat për ullë. Bizantian dhe Persian. Sikur Amerikën edhe Rusijën tërë. Omer ibn Khattabi pa dal një ditë edhe ndëgjon një ankesë të një plake dhe i shërbenja pastron dhomën, që kjo Omer ai nuk mande stav. Omer shërptori Allahut. Omer ibn Khattabi pa shkute një plak, ja fshiti sobën, ja pregaditi ushqimin dhe ajo thonte, pa e ditë se e moniket, se ndëgjoj thëti, thëj mjeri ti Omer para Allahut. Kur ndëgjoj këtë fjallë Omeri e shlun komt. Dhe shkoja gjë edhe e po ankesën e saj. Medine e mushi thesin me mill edhe në shpinë. Pithojnë, ja miru mirë, na ta bëjmë, jo, thët. A mi bani gjunohet ju në ahiret? Jo, a mi bani, a muni mi bëjt gjunohet në ahiret? Dhe qoj Omeri ja përgaditi ushqimin, ja peki bukë. E kjo plaka nuk e dinte se është Omeri. Thonte vallai ti kashe më meritor të bosh khalife se Omeri. E pastaj that nesër hajde në Medinë. Kur ardh në Medinë, Pelip këtë njeri e kupton se është Omeri. Edhe Omeri tha, oj plak, sa pare ma shet pa drejtsin që ta kam bo. Sa lek? Ta 50 dinar. Ta bëjnë 50 dinar, beri dëshmitar të shkut. Thot, ku të vdes Omeri, qatë letër, thot, njenja një gjoks, mes qefinit dhe trupit, ndoshta kjo letër është dëshmi që më shpëton para Allahut. Omer ibn Khattabi, i cili në mesin ditës pa dal një ditë që thot Othman ibn Affani, tha, da dita kon aq vabës dhe aq zhek, që me dal njoni thue se u shkrumon të Omeri, tha kur pe shof një njeri po ven ka shetina. Thash, Allah, ki njeri në ketë nëzet, tha e kam qitë në kokën prej qadre, thue se ma shkrin një kokën dili. Kur e shof Omeri? Tha ja mirë muminin, ja Omer, qatë qiti ti në këtë vakt? Tha ja Othman, tha një deve sadaka vakëf më ka hup të dole të kërkoj. Tha e lishe ma vonë, kur të fladitë. Tha më garanton dikush se kur deri kur të fladitët jam gjallë. Omeri, dilte në vap, në zheg, sadakan, vakëfin për të kërku, ndërsa parasive tonë dhe me brohoriqen tonë vakëfët shiten edhe na si kur moca nër tërves. As zonin zgudoj me qilë, i modhe a jashtë. Ai madh, ai hajduti më i madhash. Për këtë arsye, kupton, në të vedh, ai varret për kamën e vet, edhe ti ki e mu varr për derisa ki anu të zullumqartë. Allahu ka thonë, wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar. Mos anoni të ata që i bojnë zullum. Kurse jeni donator, ja mush një xhepin Allah sot e kësaj dite më tregoni se varret për kamën e vet. Mos po ta ngjet kama jote po varret para kamës ati. Se kur e kanë vetë parë tonë kush janë ata që i kanë anu të zullumqartë. Kur e kanë vetë në kone Axhaxhit, një ushtar ka thonë, unë im polic, unë mos jam pi atinve që i kam anu të zullumqartë, ti ka thonë zullumqari.
Se pa tia i se në realizon zullumin e vetë. Ai që ka anu të zullumqarë që janë ai i cili e merë gjelponën ja kep të eshë. Qaja që ka anu të zullumqarë. Allahu në rujtë. Për këtë arsye vëllezër të ndershëm, Omer ibn Khattabi tha Uthmani, ja Omer, i ki lodh ata që kanë marrë pas teje. I ki lodh ata të cilët do të vinë pas teje. Me gjithë ata, a tha Omeri, lumi unë që jam përgëzu me xhenet, lumi unë që jam bon më kam si pejgamberit Allahut, lumi unë që vepra ime dhe fjalët e mia pejgamberi Allahut i ka bon sunet. Apo tha pejgamberi Omeri, i shkon të Hudhejf ibn Jemani dhe e shërlekun të dhe ja Hudhejf, pash Allahu më tregon, mos më ka numëru pejgamberi Allahut nga munafik. Mos jam nga munafik. A se dik ke zemrën e vetë Omeri? A nuk duke dik ke veprët e vetë Omeri? Hudhejf, të pash Allahu, derisa Hudhejf ibn Jeman e pa të dëdirushme që ta tjetëson Omerin, tha nuk i e nga ato dhe mos më pyt më për qërë. Ta Omeri që i qënë të Hudhejfa, nëse ja falë të gjenozën dikujtë dhe ja falët. Nëse s'ja falë të s'ja falët. Ato u vrikshin për vetën e tërë. Për ata Ibn Ebi Mulejke thot, kur më ka marrë në Medinë, njoni për të binëve, i kam rrinë 30 sahabe gjallë. S'ka pas më shumë se 30, në atë kohë kur ka arë. Thot, si cili prej atinve u frikte se mos ash munafik.